Zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për prezencën tuaj në këtë takim, ku do të flasim për arritjet që kanë transformuar sistemin tonë shëndetësor dhe për një marrëveshje shumë të rëndësishme që nënshkruhet me partnerët ndërkombëtar për ta zhvilluar edhe më tej shëndetësinë tonë. Ftojmë për fjalën e hapjes Ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, zonjën Albana Koçio. Përshëndetje të gjithëve, në këtë ditë në fakt shumë të bukur, me një diell shkëlqys. Vetëm pak javë më parë, në fakt ishim sërish këtu, për spitalin pediatrik, për një shërbim shumë të rëndësishëm për të vegjëlit tanë, për fëmijët, për prindrit, për të, le të themi, pse jo dëshmuar standarde më të larta të shërbimit shëndetësor. Dhe ja ku jemi sërish bashk, sepse në fakt transformimi i sektorit shëndetësisë nuk është vetëm spitali i ri pediatrik, nuk është vetëm qendra spitalore universitare Nën Tereza, nuk është vetëm Tirana, por është çdo cep i Shqipërisë, janë të gjitha spitalet në Anemban. Ajo që shohim dhe marrim sot si shërbim, e ka përmbysur krejtësisht atë realitet të zymt e të pashpres që na krijonin godinat e vjetruara, shërbimet pa standarde, mjetet e amortizuara, pajisje që nuk funksiononin shpeshherë, dhe sigurisht mjek dhe infermier të cilët ishin tërësisht të zhgënjyer nga realiteti në të cilin punonin për ditë. Sfidat në këtë rrugtim në fakt të gjatë kanë qenë të mëdha. Por ajo që unë do doja të veçoja sot është fakti që rezultatet e arritura në gjithë këto vite pune, të orientuara sigurisht nga një vizion i qartë për shëndetësinë, janë një dëshmi e pakontestueshme e gjithçkaje që është bërë dhe vijon të bëhet në sektorin e shëndetësisë. Kur morëm detyrën, buxheti i shëndetësisë ishte vetëm 250 milion euro. Sot, me rritjen dhe të pjesës mbrojtjes sociale, buxheti për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është një buxhet historik prej 1 miliard eurosh. Çka do të thotë kjo? Do të thotë më shumë mundësi për punë, më shumë investime, më shumë shërbime dhe pa diskutim shërbim shëndetësor më cilësor. Që t'ju japim qytetarëve tanë shërbim dinjitoz, cilësor, me sa më pak shpenzime, kemi investuar gjatë këtyre viteve dhe kemi ndërtuar plot 53 shërbime dhe spitale, prej të cilave 10 janë tërësisht të ndërtuara nga e para. Gjithashtu investimet janë shtrirë dhe në shërbimin parësor, duke ndërtuar plot 400 qendra shëndetësore në mbar vendin dhe duke transformuar mënyrën me të cilën ofrohet shërbimi shëndetësor në kujdesin parësor. Ndryshuam tërësisht skemën e trajtimit dhe menaxhimit të barnave. Nga kur morëm detyrën, çmimet e barnave janë ulur me 30%, e ndërkohë kemi dyfishuar buxhetin për medikamentet e rimbursueshme. Gjithashtu shtuar me 200 listën e medikamenteve të rimbursueshme dhe të barnave të cilat shërbejnë për shumë të smur kronik. Sot janë 210.000 pensionistë të cilët marrin 100% barna të rimbursueshme, ndërsa 6.000 qytetarë të tjerë të pasiguruar u ofrohet shërbim shëndetësor me të njëjtat standarde si qytetarëve të tjerë. Kemi hequr taksën abuzive të medikamenteve të cilat tregtohen në vend, një taksë e cila i rëndonte akoma më shumë çmimet e barnave që tregtoheshin. Gjithashtu punuam për një sistem spitalor i cili kishte edhe medikamentet, por edhe pajisjet e nevojshme. Janë shtuar pajisje biomjekësore të domosdoshme për diagnostikim, duke investuar në plot 70 milion euro për të pajisur të gjitha spitalet, por dhe pa diskutim sfidat mbeten në vijim. Një transformim rrënjësor kemi bërë dhe me shërbimin e urgjencës. Të gjithë e mbani mend urgjencën e cila ambulonte jo më shumë se gjysmën e territorit, i ofronte shumë pak mundësi të gjithë atyre që kishin nevojë për një shërbim kritik. Sot, me qendrën kombëtare të menaxhimit urgjencave, kemi bërë të mundur që të kemi një koordinim në kohë reale të gjithë nevojave dhe thirrjeve që vijnë nga qytetarët, duke reduktuar kështu dhe kohën e mbritjes së autoambulancës në jo më shumë se 15 minuta. Një shërbim ky etik, i domosdoshëm, i cili rrit pa diskutim besimin tek qytetarët. Sigurisht që e gjithë kjo
bëhet duke investuar në pajisje, duke investuar në automjete, në motomjete mjekësore. Janë plot 320 autoambulancat, në fakt, të cilat janë tërësisht të pajisura, të mirë pajisura për të asistuar çdo kënd në një emergjencë shëndetësore. Sigurisht që në misionin ton për transformimin e sistemit shëndetësor, në fokus krahas qytetarëve, paralelisht janë mjekët dhe infermierët e ekipet tona shëndetësore. Jeni ju që në fakt ju kemi rikthyer dinjitetin duke ju mundësuar jo vetëm kushte më të mira pune, jo vetëm pajisje në dispozicion, por dhe pagat të cilat kthejnë dinjitetin në vendin e punës. Kemi trefishuar pagat për infermierët dhe për mjekët. Kur morëm detyrën, paga e mjekut ishte vetëm 490 euro. Sot, paga mesatare është 1670 euro. Ndërkohë që paga e infermierit, paga mesatare e infermierit është 850 euro. Po patjetër që do të vazhdojmë të bëjmë akoma më shumë kur vjen puna tek sistemi i pagave, te meritokracia, te performanca. Nuk duhet të harroj këtu të përmend dhe faktin që për çdo mjek që zgjedh punoj larg vendbanimit, ka një bonus prej 2500 eurosh mbi pagën që merr, pikërisht për të shërbyer dhe në skajet më të larta të vendit. Ndërkohë, një reformë shumë e rëndësishme, e cila ka filluar të aplikohet në sistemin tonë shëndetësor, reforma e autonomisë spitalore, e cila po jep rezultatet e para, ka filluar në Spitalin Memorial me shumë sukses, është shtrirë dhe këtu në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, dhe që sigurisht thelbin e saj e ka te një mirë menaxhim i brendshëm i strukturave nga vetë ekipet shëndetësore, nga vetë mjekët, por dhe nga vetë drejtuesit e strukturave spitalore, me qëllimin e vetëm rritjen e cilësisë së shërbimit. Të nderuar pjesëmarrës, këto në fakt nuk janë vetëm të dhëna apo shifra që unë i them sot këtu përpara jush. Janë rezultate konkrete, të cilat impaktojnë pozitivisht të gjithë njerëzit që vinë dhe marrin shërbime, ashtu siç kundër ky spital i ri i pediatrisë, ashtu siç kundër të gjithë spitalet e tjera që janë rehabilituar dhe u kanë ndryshuar tërësisht kushtet dhe që sigurisht në fund të ditës përkthehen në më shumë shërbime cilësore. Po, a mjafton kaq sa kemi bërë? Sigurisht që jo. Ndaj të tjera projekte, të tjera marrëveshje, të tjera iniciativa janë në vijim dhe me to jemi duke u marrë dita ditës. Në epokën e re, në të cilën gjendet shëndetësia jon, nuk mjafton më thjesht dhe vetëm sigurimi i kushteve më të mira. Qëllimi ynë është që gjithnjë e më shumë të kemi më shumë akses për qytetarët tanë ndaj shërbimeve dhe trajtimeve më të avancuara dhe që përdoren gjërësisht dhe në nivel botror. Prandaj, shumë marrëveshje bashkëpunimi janë realizuar gjatë kësaj kohe. Mjafton të përmend këtu partneritetin me ekipet turke, me të cilat ne kemi bërë në fakt një menaxhim të shkëlqyer të Spitalit Memorial në Fier. Mjafton të përmend këtu marrëveshjen më të fundit me Universitetin Tor Vergata sa i përket transplanteve, apo me Spitalin Shiba Medical Center të Izraelit sa i përket reformimit të shërbimit onkologjik. Ndërkohë që sot këtu jemi së bashku dhe kam kënaqësinë që të nënshkruajmë një marrëveshje tjetër shumë të rëndësishme, shumë strategjike. Një marrëveshje me Qendrën Spitalore San Rafaele, si dhe me Universitetin Vita Salute të San Rafaeles. Prezantuar këtu sot nga zoti Paolo Rotelli dhe nga zoti Kamel Gribi. Të dy këto struktura shëndetësore janë pjesë e grupit San Donato, rrjeti më i madh i spitaleve në Itali dhe një ndër grupet më të mëdha në botë në fushën e shëndetësisë. Ky rrjet spitalor ka mbi 11.000 mjek profesionistë që shërbejnë për afro 6 milion pacient në vit, çdo vit. Ndërsa Universiteti Vita Salute është një pikë referimi në skenën akademike ndërkombëtare. Në thelb të kësaj marrëveshjeje qëndron ndërtimi i një partneriteti strategjik që synon ofrimin e konsulencës në menaxhimin dhe në përmirësimin e efikasitetit operacional të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe të Universitetit të Mjekësisë, duke forcuar akoma më shumë lidhjen mes kërkimit shkencor, formimit akademik dhe shërbimeve klinike.
Bashkëpunimi ynë gjithashtu përfshin edhe zhvillimin e programeve të specializuara të trajnimit për stafin akademik dhe për stafet shëndetësore, si dhe krijimin e projekteve të përbashkëta kërkimore, duke nxitur akoma më shumë dhe inovacionin në fushën e shëndetësisë. Në tërësinë e saj, kjo aleancë e re, që jemi duke mundësuar sot, do të na ndihmojë të ndërtojmë më shumë shërbime cilësore, dije më të thella dhe pa diskutim më shumë mundësi për qytetarët tanë. Të dashur miq, ajo që ne synojmë është që kjo qendër spitalore, pra qendra spitalore universitare Nën Tereza, të shndrohet në një nga qendrat më të avancuara në shërbimin shëndetësor në Ballkanin Perëndimor. Të jetë një qendër që nuk është vetëm një qendër graviteti, por një qendër e një sistemi modern, efikas dhe akoma më shumë profesional. Shumë faleminderit dhe suksese të gjitha. Ftojmë Ministren e Arsimit dhe Sportit, zonjën Ogerta Manastirliu, për fjalën e saj. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryeministër, nderuar ministre, të nderuar përfaqësuesit më të lartë të grupit San Donato, të Spitalit San Raffaele dhe Universitetit Vita Salute San Raffaele, të nderuar profesor, shefat shërbimeve, të dashur mjek, student. Është vërtet një moment shumë i rëndësishëm sot për arsimin e lartë në Shqipëri. Marrëveshja që firmoset mes Universitetit të Mjekësisë të Tiranës, Universitetit Vita Salute të San Raffaele dhe gjithashtu dy spitaleve respektive. Jam vërtet e kënaqur që kemi mbritur në një tjetër stacion në këtë rrugtim drejt ndërkombëtarizimit të arsimit lartë, por gjithashtu edhe të një tjetër arritjeje që do të synojë rritjen e nivelit të shërbimeve klinike dhe gjithashtu dhe shërbimeve shëndetësore në vend, të ndërthurura këto në mënyrë shumë organike me të gjithë aspektet që lidhen me botën akademike, pra me ato që lidhet me mësimdhënien e Universitetit Mjekësisë dhe Kërkimit Shkencor gjithashtu. Është një gur kilometrik për arsimin e lartë në të gjithë reformën që ne kemi ndërmarrë, përfshirë këtu edhe prioriteteve tona, ndërkombëtarizimin, ku tashmë jo vetëm mes marrëveshjeve të partneritetit me universitete europiane, por edhe me hapjen e kampuseve të universiteteve europiane në Shqipëri, po vijojmë të zgjerojmë bazën e arsimit lartë, duke rritur pikërisht interesin jo vetëm të studentëve vendas, por edhe të studentëve, pse jo, të huaj për të studiuar në Shqipëri në universitete të cilat kanë partneritete, ofrojnë programe të përbashkëta studimi e gjithashtu dhe diploma dyfishe dhe tashmë dhe me kampuse të universiteteve europiane, sikurse është kampusi i Kolegjit Europës në Tiranë, kampusi i Universitetit të Studimeve në Distancë të Spanjës dhe gjithashtu ne jemi duke punuar për të hapur kampusin e tretë, atë të Universitetit Teknologjik të Kompjenjës në Universitetin Politeknik të Tiranës. Nga ana tjetër, marrëveshje shumë të rëndësishme kemi lidhur pikërisht për të arritur ekselencën në arsimin e lartë mes Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit Boku të Vjenës, një proces transformimi radikal i programeve të studimit po ndodh aty dhe deri në 2030 ne do të kemi diplomat e përbashkëta UBT Boku, të cilat do të mundsojnë që të gjitha programet të studimit të mundet që të jenë tërheqëse jo vetëm për studentët vendas, por edhe studentët e huaj, duke qenë se do të jenë të gjitha programet në gjuhë të huaj, përpos edhe standardit të programeve të cilat do të jenë të njësuara me ato të Universitetit Boku të Vjenës. Vim në këtë moment shumë të rëndësishëm, ku tashmë futemi në një fazë evolucioni në Universitetin e Mjekësisë.
Kemi bërë përpjekje të mëdha për hapjen e programeve të përbashkëta në ciklin e doktoraturës me Universitetin e Bolonjës, me Universitetin Chieti Pescara dhe dua që të falenderoj rektorin dhe të gjithë ekipin e dekanëve dhe stafit të Universitetit Mjekësisë për përpjekjet që bëjnë të përditshme për rritjen e cilësisë akademike dhe të kërkimit shkencor. Por dukshëm nuk është e mjaftueshme, duke qenë se ne jetojmë në një botë që zhvillohet shumë shpejt nga pikpamja e teknologjisë, inovacionit. Kemi një moment që duhet ta shfrytëzojmë shumë, investimet në sektorin e shëndetësisë dhe investimet në arsimin e lartë, tashmë janë në moment ku ne duhet që t'i përkthejmë ato në më shumë shërbime të cilësore për njerëzit, për qytetarët, për pacientët në rastin konkret. Dhe ajo që ne synojmë përmes kësaj marrëveshje, e cila do të ofrojë një konsulent strategjike për programet e Universitetit Mjekësisë. Do të ofrojë trajnime të përbashkëta mes stafeve tona akademike dhe mbi të gjitha do të mundësoj një lidhje më integrale mes qendrave të kërkimit shkencor, që duhet që menjëherë të përthithen nga qendra spitalore universitare Nën Tereza, përpos laboratorëve të kërkimit shkencor që janë pjesë organike e universitetit, ne na duhet tani që të avancojmë në këto laborator klinik të kërkimit shkencor dhe ku të shfrytëzojmë të gjithë big data, pra të dhënat që ne kemi, në funksion të përmirësimit të shërbimeve klinike. Nëse universiteti me ato që ai ofron në aspektin akademik, në aspektin e kërkimit shkencor, nuk arrin që të përkthej këto rezultate që vetë shëndetësia arrin përmes shërbimeve klinike në më shumë të dhëna dhe përmirësim të proceseve të punës apo të trajtimeve klinike të pacientëve, nuk e kemi arritur ende majën aty ku ne duam të shkojmë. Ndaj kjo marrëveshje i shërben këtij qëllimi, i shërben një zhvillimi strategjik të Universitetit Mjekësisë në bashkëpunim të ngushtë me Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza dhe me partnerët e Universitetit San Rafaele dhe të Spitalit Kërkimor San Rafaele, do të na mësojnë një tjetër mënyrë të menaxhuari të dy institucioneve, dhe unë isha më parë duke diskutuar pak me presidentin se si janë të zhvilluara këto shërbime, edhe punojnë të pavarura, po edhe punojnë në mënyrë shumë të integruara për mënyrën se si do të ofrojmë edhe shërbime klinike edhe më cilësore bazuar në kërkimin shkencor dhe qendrat kërkimore shkencore që vetë Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza duhet që të filloj pra që të ngrë edhe në kuptim të gjithë studimeve klinike që ne duhet fillojmë të përthisim me qëllim rritjen e fondeve dhe me qëllim edhe të gjithë përdorimin e burimeve tona njerëzore, që për të thënë të vërtetën është një niveli shumë të lartë, por ne na duhet që të arrisim në nivelin e ekselencës, ku ne synojmë të shkojmë. Pra, përmes kësaj marrëveshje, ku ne jemi të gatshëm si Ministria e Arsimit dhe Sportit, si Universitet të Mjekësie, dhe gjithashtu dhe përmes fondeve të Agjencisë së Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, ku më vjen mirë që deri më sot, pra në këto 4 vite, Universiteti Mjekësisë ka përfituar rreth 30 projekte të kërkimit shkencor, qoftë në projekte dhe qoftë në infrastrukturë kërkimi, ne të synojmë ato që është prioritet për ne, dhe që është ekscelenca. Dhe jam e bindur që përmes këtij partneriteti ne do të kemi ekselencë në programet akademike, ekselencë në kërkimin shkencor dhe mbi të gjitha ekselencë në shërbimet klinike ndaj qytetarëve. Shumë faleminderit të gjithëve. Kemi kënaqësinë të ndaj me ju një video prezantuese ku theksohen fushat e bashkëpunimit. Objektivi është për të sjellë në Shqipëri kujdesin shëndetësor italian të fjalës së fundit, modern, që mundësohet nga teknologjia dhe mbështetet nga profesionistë të aftë e që trajnohen vazhdimisht. Potenciali një kombi. Një ardhme e mbushur me mundësi. Nga zemra e Italisë ndriçon një dritë shpresa. Spitali San Rafaele. Ekselencë në shëndetësi prej më shumë se 50 vitesh, ka integruar praktikën klinike në kërkim shkencor të avancuar,
duke adoptuar një qasje translacionale. Universiteti Vita Salute San Raffaele, një institucion me nivel botëror, është një motor i fuqishëm i të nxënit, garanci e vazhdueshme për përparim. Sot, më shumë se kur, i kuptojmë sfidat e shëndetësisë moderne, ku bashkëpunimi dhe inovacioni janë thelbësor. Për vitesh jemi të angazhuar në ofrimin e zgjidhjeve të shkëlqyera për spitale dhe universitete në mbar botën. Dhe sot jemi të entuziazmuar të prezantojmë një listë të re me ndikim në Shqipëri. Transformimi i qendrës spitalore universitare në Tereza dhe i Universitetit të Mjekësisë në Tiranë në një qendër mjekësore akademike, e njohur në nivel ndërkombëtar, është një sfidë ambicioze. Nuk bëhet fjalë vetëm për numre dhe struktura, por për ndërtimin e të ardhmes së shëndetësisë në Shqipëri. Bashkëpunimi im bazohet në 4 shtylla strategjike të menduara për të gjeneruar një ndryshim pozitiv dhe afatgjatë. E para, një program i fortë këshillimi menaxherial. Bashkëpunojmë në mënyrë aktive me drejtuesit e Spitalit në Tereza dhe të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë për të optimizuar proceset menaxheriale dhe operative, duke promovuar integrimin mes 2 realiteteve. Qëllimi është të forcohet sinergjia mes kërkimit, formimit dhe shërbimit shëndetësor. Shtylla e dytë, transferimi i aftësive klinike dhe teknike. Ofrohen formim praktik, mentorim dhe përditësim të vazhdueshëm për të përmirësuar performancat klinike dhe teknike në vend. Nuk bëhet fjalë vetëm për transmetim njohurish, por për të kultivuar një brez të ri profesionistësh të kualifikuar në shëndetësi. Shtylla e tretë është një transformim i plot digital. Promovojmë krijimin në partneritet të programeve të avancuara të formimit dhe kërkimit për të përmirësuar efikasitetin dhe cilësinë e shërbimit shëndetësor. Duke integruar teknologji të reja dhe modele të shëndetësisë digjitale. Shtylla e katërt është zhvillimi i një bashkëpunimi të strukturuar akademik. Për të ndërtuar një model të ri spitalor universitar, nëpërmjet diplomave të përbashkëta, lëvizshmërisë dhe kërkimit ndërkombëtar. Duam të krijojmë një ekosistem dinamik për zhvillimin e vazhdueshëm të vendit. Këto përpjekje do të mbështesin bashkëpunimet ndërkombëtare dhe do të shndërrojnë spitalin në një qendër të vërtet dijesh. Jemi të bindur që ky transformim do të përfaqësojë një model jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor. Së bashku, po ndërtojmë një model ekselencë, ku kujdesi shëndetësor, formimi dhe inovacioni takohen për Shqipërinë dhe për te. Ftojmë për fjalën e rastit zotin Paolo Rotelli. Bene, buongiorno a tutti. Primo Ministro, Ministre, autorità, medici, infermieri. Bene, direi che incominciare e firmare un accordo una giornata così bella, con un sole così forte, rappresentano i migliori auspici per il successo. In Italia esistiamo dal 1954, quindi da più di 70 anni, e lavoriamo principalmente col sistema sanitario nazionale pubblico. Eroghiamo quindi cure quotidianamente gratuite per conto dello Stato. Di recentemente ci siamo sviluppati in Polonia, perché l'Italia noi cresciamo il 3% all'anno e in Polonia si cresce il 10% all'anno in sanità. E l'Albania per noi è ancora più interessante, perché se la Polonia è un paese pieno di opportunità, l'Albania lo è ancora di più. L'Albania da più di 30 anni cresce mediamente del 4% all'anno, è impressionante. È uno dei paesi che ha la più forte crescita, è uno dei paesi con la più forte crescita al mondo. Poi in Albania c'è una cosa che in Italia manca un pochettino, i giovani, tanti giovani. Quando abbiamo visto i vostri numeri, studenti di medicina,
studenti di infermieristica, siamo rimasti impressionati. Quindi già solo dai numeri si capisce che ci può essere una fortissima sinergia fra Italia e Albania. Come università il nostro obiettivo è chiaramente quello di creare dei joint degree, dove avremo quindi studenti italiani che vengono qua e studenti albanesi che vengono da noi e lavoriamo insieme. E ce la sentiamo. Noi nel 2017 avevamo 250 studenti di medicina all'anno. Oggi siamo diventati in Italia il secondo ateneo di medicina con più di 900 studenti di medicina a cui insegniamo ogni anno. Siamo cresciuti molto rapidamente e con successo e quindi ce la sentiamo di firmare insieme e di cominciare a crescere con questa forza anche con voi. Per lo più, come ospedale San Raffaele facciamo parte dell'alleanza europea dei 9 più importanti ospedali europei universitari, si chiama l'UEH e sono tutti ospedali pubblici. Quindi noi da più di 15 anni siamo abituati a collaborare con ospedali pubblici. Con successo abbiamo creato dei comitati, abbiamo creato tante linee di ricerca insieme e quindi ci sentiamo di fare la stessa cosa, secondo me anche in meglio, per essere più dinamici con voi. Questa alleanza è stata essenziale durante il Covid, perché come sapete l'Italia è stata per prima toccata dal Covid e quindi per primi gli altri ospedali universitari ci hanno chiamato e detto ok, voi avete pazienti da 2 settimane, noi se ne cominciamo a vedere quali sono i vostri protocolli di cura. E così tramite questa alleanza con la PHP di Parigi, che è l'ospedale pubblico di Parigi, abbiamo trasferito i nostri protocolli di cura subito a loro e subito agli altri. Vorrei d'altronde ricordare una cosa importante. Il primo paese che ha proposto aiuto all'Italia durante il Covid è stata l'Albania. Il primo a proporre materiale e soprattutto risorse umane, perché qui ci sono, questo è un paese giovane, con tantissime opportunità. Bene, avrei concluso per la parte universitaria, la parte sanitaria. Potrei forse aggiungere che secondo Times Higher Education, Università Vita Salute San Raffaele è top 10 al mondo per qualità della ricerca e quindi con questo accordo, una parte collaborazione scientifica, quello che vorremmo trasmettere a voi è questo, permettervi, anche se siamo più grandi forse in quantità, anche se più piccoli qua, sicuramente si può lavorare sulla qualità. Quindi il primo punto sarà lavorare sulla qualità della ricerca per fare contare nel mondo la ricerca di questo posto e sono sicuro che ce la faremo. E infine quindi per concludere e uscire dalla parte sanitaria, è la prima volta che vengo a Tirana, ieri sera era domenica, siamo usciti a mangiare, sono rimasto impressionato dall'energia di questo posto, di questa città e sono sicuro che faremo grandissime cose insieme. Ve lo dico col cuore e ci credo veramente. Grazie mille. Ftojmë për fjalën e rastit zotin Kamel Gribi, zëvendës presidenti i grupit San Donato. Mr. Prime Minister, Zoti Kryeministër, Ministrat, Mr. Ambassador, Zoti Ambasador, the Dean of University, Universiteti doctors, Mjekësor, nurse, mjek, ladies infermier, and gentlemen. zonja zotrinj, I think I'm not going to talk about Nuk do the të hospital flas university. I'm going to talk për about something spitalin universitar. different. Do flas për diçka ndryshe. When I came the first time Kur to erdha Albania, për herë të Tirana, parë në I was Tiranë të impressed. Shqipërisë, I was thinking pata mbresa. Albania, Tirana, Mendoja se Tirana, Albania Shqipëria, is po not Shqipëria so më modern, tepër, not advanced, nuk është shumë e modernizuar, not nuk also është e përparuar, kështu mendoja dhe pastaj u not habita. being possible without the wisdom, Kjo përparim nuk do ishte mundur pa mençurinë. clear politic of this government. Mençurinë e qartë And I politike think të kësaj every qeverie country dhe mendoj se çdo shtet Grow with a great leader. rritet When kur ka një drejtues të madh. A leader care about his Kur own people. drejtuesit Care janë të about interesuar për popullin what e I can tyre, do for kur my people. drejtuesit vërtet And mendojnë I'm çfarë telling mund të you bëj për that popullin tim. not Dhe këtë e because them jo sepse today sot We are saying because it's po about themi të tilla to please you, no. gjëra për It's të about kënaqur njëri something tjetrin, concrete. por po flas për diçka që është konkrete. I saw Kam parë advanced, përparim, very good doctors, kam parë mjek shumë të mirë, healthcare. kam parë një kujdes For a long shëndetësor time, të përparuar.
Për një 15, kohë të 20 years gjatë, ago, it was not like this. deri But today, 15-20 vite më with parë my nuk ka qenë e tillë, experience por traveling ajo që Africa, kam përjetuar Iraq, Middle East, deri më sot duke we see udhëtuar there's nëpër another lindjen e healthcare mesme system në in Afrikë, Albania, and I want to thank my brother, the Prime dhe bëj Minister, krahasime të shikoj që është një for his effort ndryshim make shumë i this madh happen me autoritetin for me his own people. me realitetin Because shqiptar he dhe cared, dua të and falenderoj when somebody kryeministrin cares, sepse kur dikush we need vërtet është interesuar, support him. ne vërtet duhet ta mbështesim atë person që është vërtet i interesuar për një ndryshim të mirë. Albania is about, Shqipëria not about only for this region. Albania can be a hub Mund të jetë një Great mënyrë hub nevralgjike for the region. për të tërë All the rajonin, Balkanic region. për të tërë zonën From e the north Ballkanit, to the nga south, veriu to the në east. jug në lindje. But not only this, Por jo vetëm kaq, even for the Middle East, edhe për lindjen e for mesme, the Italian. për italianët. Yesterday I was Dje, walking po and had an shëtisja, ice cream from the Italian po ice aja cream një akullore, cafe. I don't know what his name, nga but një it was a great ice cream. pasticcerie And by italiane, the nuk way, më kujtohet I emri, was po ishte listening to fantastike the dhe po sitting dëgjoja in tre Italian. vajza And I said, që "Oh, you're Italian." po He said, "Yes, flisnin mes we are tyre from Calabria. italisht. What you do Tash here?" italiane We jeni po, tha study ime nga medicine. thanë janë And nga they told me Calabria it's dhe more than ishin këtu 800 për të Italian study medicine in Albania. studiuar mjekësi dhe ishin 800 italian, më thanë, që studionin mjekësi në Shqipëri. Without a very Tiranë. clear Pa foreign policy një politikë të qartë and të the jashtme wisdom of someone. dhe pa mençurinë e Look dikujt, this, 800. nuk do të ishte e mundur. So Llogaritën e we are vet here 800 really italian. to go forward Këtu jemi together. për të Mr. ecur Prime Minister, përpara së bashku, ministers, zoti kryeministër, as ministre, group, like si before, grup, Paolo Rotelli say, siç e tha dhe we zoti are Paolo committed Ratelli më parë, ne to jemi work të together. angazhuar për të punuar së bashku. you have a great place, you have a Ju keni great vend të shkëlqyer. sea, you have a great, Detet i Politik. keni të shkëlqyer, politikën e great keni të nation. shkëlqyer, keni një kom të shkëlqyer. and we would like to be Dhe ne do donim the first, të ishim not të the last, parët, po jo të fundit, hand in hand, që të working ishim together. dorë më dorë duke punuar really I së want to bashku. thank you. Që vërtet do dua t'ju falenderoj. For everything. I Për want to gjithçka. thank my Do brother, t'ju falenderoj the ministers, the team, and the commitment kolegët of tanë, the president ministrat of University San dhe Rafael and the hospitals angazhimin actually. e spitalit San When you see him Rafael. talking, and I was talking to my brother, he said, Unë wow, po he's fisja good. me I said, vëllain yes, tim. he's very Tha, good. He can ky do është i things. Zotit. Po, And that's how we are. We are a great team. kryeministri është vërtet, kryeministri i shqiptar është vërtet But with you, i Zotit. Ne jemi si një skuadër, we would be skuadër greater. ëndrash. One hand Po, cannot applaud us with another hand. So we are here, një you are here. dorë, So nuk e together bën we dot punën can. pa dorën So, tjetër. thank you Që so së much. bashku do mund të bëjmë gjëra të And shkëlqyera. Faleminderit shumë. I wish Do Albania i uroja to Shqipërisë flourish. të lulëzonte, Because të deserve. begatonte, sepse And we meriton. are with you. Dhe ne jemi krah And jush. when we come to invest Dhe in kur Albania, vim të because investojmë në this is Shqipëri, stability, vim sepse ka security, stabilitet, ka investor siguri, want two things. dhe investitorët Stability, duan dy gjëra, security, stabilitet, siguri, And no bureaucratic. dhe It's mos të easy. ketë pengesa And I burokratike. think, Mr. Prime Jenë Minister, gjërat you're doing very well. të rrjedhshme dhe mendoj në këto drejtime zoti kryeministër ju po esni shumë I mirë. had the chance during Saturday Kam the patur funeral of the Pope mundësinë and I was sitting që të jem në with our funeralin sisters, e Papës the President of European Union, Ursula von der Leyen. dhe Ursula von der Leyen nga I'm Bashkimi Evropian come ishte aty dhe i tregova with që do the të isha do të vija në Shqipëri to me sign an skuadrën time agreement, për të firmosur collaboration. një marrëveshje And she said, bashkëpunimi wow, dhe ajo come më on, tha, with 16 wow, we're gonna be Kërmak, here. Albania is a great ne future. So, Mr. Prime Minister, you ne do already thonë have që your Shqipëria ka një walking about. të ardhme të shkëlqyer, kështu që zoti kryeministër keni çështjet Someone had evropiane to që po say, flasin ask për ju. me, Dikush më pyeti. What are you doing the next? I said, I'm going to Çfarë Albania. Oh my do të God, bëni if you go to në Albania, vazhdim? there's Do shkoj në something Shqipëri gonna tash. happen. Dhe So thash we need to nëse go there too. më tha nëse So I think, Mr. Prime shkoni në Minister, Shqipëri diçka do wait, ndodhë, you edhe unë do have some vjetë. other people Kështu coming to që knock on your door. kryeministër do Glad- keni të tjerë që do vinë t'ju trokasin në dyrë. God bless Albania. Zoti e bekoft and God Shqipërinë, bless Italy. Zoti e bekoft And Italinë. The willing of our government Dhe Italian, vullneti with your government, i Mr. Prime qeverisë Minister, is so italiane strong. me atë të shqiptares, And so strong, and the bashkimi presence of our mes ambassador tyre today, është shumë i fortë dhe this is prania the e sign ambasadorit italian për këtë This dëshmon relation që ky marrëdhënie will grow do të fast and rritet fast. gjithnjë Thank you më so shpejt. much. Faleminderit Shukran. shumë. Thank you. Thank you. Ftojmë për fjalën e rastit kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama. Lash fjalën e shkruar duke marrë parasysh edhe diellin që pjesa kthej ka përballë dhe do përpiqem të flas shumë shkurt
besoj që ky është një moment historik për shëndetësinë tonë, është një moment historik për qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por është një moment historik edhe për vetë Shqipërinë. Sepse sot ne hapim një faqe krejt të re në një rrugë që, siç e përshkroi ministria, ka qenë e gjatë, ka qenë jo e lehtë dhe kishte një piknisje që thua është dëshpëruese është pak në një situatë dhe sistem shëndetësor ku e vetmja vlerë e padyshim ishte vlera e profesionistëve të sistemit, e mjekëve, e infermierëve që në kushte skandaloze luftonin për të mbrojtur jetë dhe për të shpëtuar jetë. Dhe në ndërkohë as nuk mendonin më dot se një ditë kushtet do të bëheshin ato që janë sot. Por përsëri ne jemi shumë më ambiciozë se kaq. Nuk jemi absolutisht të kënaqur me çfarë kemi arritur, duam të shkojmë më tutje. Dhe ambicia është që ta bëjmë këtë qendër spitalore pikën e referimit për gjithë Ballkanin dhe ta kthejmë në një qendër ekselence mes qendrave të ekselencës në Europë. Kjo është plotësisht e mundur dhe unë dua ta përsëris këtu sot diçka që e thash edhe kur bëm takimin me përfaqësuesit e Spitalit Shiba në Izrael, që nga grupi i ekspertëve të San Donatos që kanë ardhur këtu, kanë vizituar çdo cep të qendrës spitalore, kanë folur me shefat e pavioneve, kanë folur me mjek. Përshtypja për personelin është vërtet e jashtëzakonshme. Dhe njësoj si edhe ata më parë, edhe nga miqtanë të San Donatos, ne kemi dëgjuar fjalët më të mira për ju, për mjekët, për infermierët, për personelin e qendrës, dhe kjo është baza e besimit të tyre, e besimit ton, që ne mund ta transformojmë qendrën në një qendër ekselence për kujdesin shëndetësor për gjithë Ballkanin. Por paralelisht me qendrën, ne duam të transformojmë edhe Universitetin e Mjekësisë dhe dua ta theksoj që në të dyja këto bashkëpunime, që në fakt janë pjesë të njëjtës marrëveshje, synimi nuk është thjesht që të kemi një partner më shumë ndër shumë partnerë që kemi. Synimi nuk është që të kemi një konsulent më shumë ndër shumë konsulent që kemi, apo që të bëjmë një binjakëzim më shumë ndër shumë binjakëzime që kemi. Synimi është që deri në 2030-ën, nga njëra anë qendra spitalore universitare të pësoj eksaktësisht atë transformim që grupi i San Rafaeles ka sjell në Poloni, duke u përfshirë drejt për drejt në të gjitha proceset, duke u përfshirë drejt për drejt në menaxhimin e qendrës, duke përfshirë drejt për drejt në organizimin e gjithë jetës përditshme të qendrës, duke përfshirë drejt për drejt në të gjitha proceset dhe duke bashkuar në kuptimin e vërtet fjalës profesionistët e të dy anëve, të San Rafaeles dhe të QSUT-s.
Ndërkohë që e njëjta ambicje është për universitetin, ne tani më e kemi shembullin e parë me Universitetin Boku të Vjenës, një nga universitetet më të vjetër të Europës, që tani më ka filluar procesin e shkrirjes me Universitetin Bujqësor të Tiranës për të arritur që në fund të kësaj dekade në Universitetin Bujqësor të Tiranës të vinë studentë nga gjithë Europa për të studiuar me të gjithë parametrat e Universitetit Boku të Vjenës dhe në fund për të marrë një diplomë që është e njëjta me atë që merret në Vjenë. Dhe qëllimi është i njëjti, që në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë të merret e njëjta diplomë që merret në Universitetin Vita e Salute të San Rafaeles dhe në ndërkohë Tirana të jetë një deg e Universitetit të San Rafaeles. Ky është objektivi i fundit të dekadës. Marrëveshja e sotme e hap këtë kapitull dhe sot nuk është më çudi që të imagjinojmë që në këto vite në do të arrijmë që t'u japim të gjithë atyre që akoma ka nevojë të shkojnë jo në Turqi, jo në Itali, jo në vende të tjera për të kuruar, mundësinë që ta bëjnë këtë këtu në Shqipëri, në sistemin publik shëndetësor, ku të marrin shërbimin e nivelit më të lartë evropian, dhe nga ana tjetër t'u japim mundësi të gjithë, jo vetëm vajzat dhe djemve nga Shqipëria, por edhe vajzat dhe djemve nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, dhe të tjerë nga rajoni që të vinë të studiojnë në universitetin tonë të mjekësisë dhe të dalin nga ky universitet me një diplomë të nivelit më të lartë evropian. Kam shumë besim që stafi juaj do ta përqafoj me pasion profesional këtë mundësi dhe do t'i bashkohet me të gjithë përkushtimin e nevojshëm grupit të partnerëve tanë që do të fillojnë intensivisht punën pasi ne të kemi përmbyllur të gjitha proceset teknike të marrëveshjes. Në fund dua t'i bëj një falënderim shumë të veçantë presidentit të grupit San Donato. Jemi njohur në fakt para pak kohësh dhe jam shumë i nderuar nga miqësia e tij. Si gjithmonë në këto raste kisha kohë që isha qepur San Donatos, po nuk po gjeja rrugën si të arrija deri tek Habibi. Edhe më në fund u gjet dhe rruga, tani jemi vërtet bashk edhe gjëja më e kënaqshme për mua është që kur Kameli erdhi në Shqipëri për herë të parë, me hezitim të madh për hir të vërtetës, mbeti aq i impresionuar sa në një kohë shumë të shkurtër, kjo është hera e tretë apo e katërt që vjen, dhe e shikon perspektivën e këtij bashkëpunimi me një dritë edhe më të fortë se sa ajo që e shoh unë. Dhe duhet falenderoj dhe ambasadorin, i cili është këtu i pranishëm. Qeveria italiane është një qeveri që me cilën ne kemi një marrëdhënie të posaçme. Italia është një vend me cilin ne kemi një marrëdhënie të posaçme dhe tani më ka gjithmonë më shumë përfshirje nga ana e qeverisë italiane në nisma konkrete si kjo që po bëjmë sot, që ka dhe bekimin e qeverisë italiane, sepse këtu bëhet fjalë jo thjesht për shkëmbim informacioni apo për shkëmbim eksperience, por bëhet fjalë për investime të konsiderueshme që ne do t'i bëjmë së bashku. Ju falenderoj shumë edhe shpresoj që isha më shkurt se sa zakonisht. Faleminderit. Është momenti i nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit mes Universitetit të Mjekësisë në Tiranë dhe Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza me Spitalin San Rafaelo dhe Universitetit Vita Salute San Rafaelo. Ftojmë palët përfaqësuese për firmosjen e këtij memorandumi.
është një italian, është një italian. Është një italian. Është italian. Ja, pra. I think you too. But why not? You design. Posso trasportare